Tani, shpesh herë, ne hasim, kur kemi një problem për të vendosur zakonisht tek ora elektronike për të vendosur zilen e celular, shikojmë, do ta vendosësh zilen në orën 4 AM apo 4 PM. Edhe nuk e kuptojmë, prandaj mësuesja do shpjegojnë kuptimin e fjalëve AM dhe PM. Edhe kam vendos vlerën, vjen e vlerës së kohës, nga ora 12 e darkës pra ora 00, deri në orën 12 të drekës, këtu hyn mëngjesi dhe dreka, ne themi se koha është AM. Kemi shenjën AM, do thot para dite. Nga 12 e drekës deri në 12 e natës, në orën elektronike shënohet PM, që hyn pasditja edhe darka. Atëherë konkretisht tek ora jon. Ora jon, akrepin e madh të kuq e ka të drejtuar nga 4 që tregon orën 4 dhe ky blu tregon 12-ën. Do thotë është ora 4 fiks. Atëherë është ora, nëse jemi në mëngjes, është ora 4 e mëngjesit dhe lexohet ora 4:00. Po nëse jemi pasdite, do kemi një sekret për ta gjetur sa është PM-ja. Gjysma e ditës ka 12 orë. Atë 12 orë plus këtë numërorin 4 jep orën 16:00. Veprimtari të tillë ju mund ta kryeni për një numëror tjetër, për shembull 10. Nëse është ora 10 e paraditës, aty shkruhet 10:00. Nëse është ora 10 e darkës, 10 plus 12 sa bën 22. Është ora 22:00 PM. Po marr një orë tjetër, orën 6. Nëse është ora 6 e mëngjesit, shkruhet 6:00. Nëse është ora 6 e pasditës, 6 plus 12 është 18:00. Tani mësuesja ka paraqit disa orë të gatshme, të cilat ne do ushtrohemi për t'i lexuar. Po më parë, ju duhet të përgatitni modelin e orës me akrep të lëvizshëm. Unë e di se ne kemi përgatitur një herë dhe e kemi në klasë, por sërish do ta ripërgatitni në shtëpi me një karton dhe 2 akrep që lëvizin, edhe do luani me këto orë që mësuesja ka shënuar dhe minutat të orës. Është një veprimtari argëtuese për të ushtruar në leximin e orës. Atëherë hapim librin në faqen 160 dhe 165. Për temën e parë mësimore, mësimi 11A, sekondat dhe minutat, në fillim, në faqen 160, ju do zhvilloni një sfidë, është një lojë shumë e bukur. Çfarë do bëni? Do merrni disa kube, disa monedha, apo objektet e tjera që keni në shtëpi dhe do i mbivendosni. Dhe gjatë kohës së mbivendosjes, ti do parashikosh sa minuta do më shkojnë mua që të mbivendosën për shembull kubet. Pastaj do t'i numërosh sa objekte kemi vendosur për aq sekonda apo minuta. Dakor? Kështu ndodh që në faqen e dytë ti do numërosh deri 100, do thush alfabetin, do thush tabelën e shumëzimit dhe do thush për sa minuta do them, unë e them për 5 minuta. Do ta matësh me të vërtet kohën. Ti e thu me mendjen tate dhe në celular vendos kronometrin e kohës dhe do shkruash pastaj. Do plotësosh fjalit 1 minutë, sa sekonda ka? 60 sekonda, po gjysma e minutit, sa është gjysma e 60-s? Çereku i minutit, sa është 1/4 e 60-s? Sa do t'i plotësosh këto fjalë? Në faqen 162, ti do tregosh për sa minuta apo për sa sekonda kryen këto veprimtari. Për shembull, këtu do shkruash emrin e një veprimtarie që e kryen për sekonda, për shembull teshtin. Matet me sekonda teshtima. Ose përpëlit syt, matet me sekonda. Kurse bën dush, do matesh me minuta. Ha drekën, do matesh me minuta, shkruash tu ha drekën. Pra ti do plotësosh 2 tabela për kohën e dhënë. E do mi vendosësh pra objektet për 1 minutë, e tha mësuesja më parë. Tani, pjesa e dytë është mësimi 11B, gjysma e orës. Këtu janë veprimtari konkrete për plotësimin e orëve. Në faqen e parë 164, ti do plotësosh orën elektronike e do tregosh sa është ora
elektronike. Në faqen 163, do plotësosh orën, do lidhësh me orën që tregon të njëjtën kohë dhe çfarë kosh orën që mbetet pa shok. Shikoni, dallohen kur janë orët që tregojnë të njëjtën kohë. Në faqen tjetër 164, ti do plotësosh orët elektronike, janë dhënë orët me akrepa, do t'i shkruash për shembull 3 fiks, do ta shkruash 03 si shkruhet në orën elektronike, 00 ose nëse është ora, nëse është AM, nëse është PM, si do ta shkruash 3 plus 12 bëjnë 15, 15 00. Dhe në faqen tjetër 165, e cila është faqja e fundit e mësimit, ti përsëri do plotësosh orët elektronike dhe këtu poshtë është një ushtrim, pra një problem, situatë problemore. Nëse tani është ora 2:30, sa do t'jetë pas një gjysmore? Si shkruhet ora 2:30? Ora 2:30 shkruhet 2:30 minuta. Sa është një gjysmore? E përsëritë më lart. Një gjysmore është 30 minuta, atëherë 2:30 edhe 30 e 30 sa bëjnë? 60, kemi mësuar të mbledhim 10 të plota. Atëherë ora 2 edhe 60 bëjnë një orë, 60 minuta është një orë. Atëherë ora është 03:00 nëse është AM, ose 15:00 nëse është PM. Do plotësosh përsëri veprimtari argëtuese për të plotësuar orën kur janë dhënë akrepat, ose është dhënë ora AM ose PM, e lexon ti vetë dhe do vendosësh akrepat. Atëherë, vlerësimi do bëhet për saktësi në përgjigje, do keni detyrë shtëpie, 2 fletat faqet e fletës punës, 86, 87, nga një fletë për secilin mësim, përsëri janë veprimtari të cilët i kryejmë edhe në libër. Tani suksese fëmijë e punë të mbarë.